E falenderojmë të madhin Allah, me falenderimet më të sinqerta, më të plota, siç meriton i madhi Zot falenderohet. Zoti ynë ty të qofshim falja Allah për çdo mirësie, për çdo begati që fale e dhurove. Të lutem jo Zot, shtoje mirësinë, begatin, udhëzimin tënd për gjithë secilin prej nesh, ja Allah. Ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Ato që ti e drejtove në rrugën e drejtë, kush mund ta devijojë nga rruga dhe udhëzimi yt, subhanallah. Ai i cili zgjodhi humbjen dhe devimin, kush mund ta sjellë në rrugë të mbarë përveç teje, ja Rabbi. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti, është vetëm i vërteti, dhuruesi i mirësive, orientuesi i zemrave dhe shpirtrave, krijuesi i gjithçkaje, furnizuesi i krijesave, Allahu xhelle xhelaluhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona, ja Allah. Ati familjes ti, shokëve ti, Zot fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e bukur, ja Allah. Sot qëndrojmë me një sure të bukur, por edhe aq të rëndësishme, për cilën na ka porositur profeti ynë i dashur, paqja e Zotit qoftë me të. I gjithë Kurani është dritë dhe udhëzim. I gjithë Kurani është mëshirë edhe shërim. Por përveç kësaj, ka disa sure të veçanta që Zoti xhalleshanuhu i veçoi me mirësi të veçanta, siç është surja Kul huwallahu ahad Ikhlas, surja Felek, surja Nas, surja Zelzele, surja Kafirun, surja Mulk, surja Waqia. E sot me lejen e Allahu xhalleshanuhu neve do të qëndrojmë pak me surën El Kahf. Këtë sure që është kaq madhështore dhe kaq e dashur për besimtarët. Po të kërkosh në enciklopedinë e haditheve të profetit alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, do të gjesh vëlla ime dhe motra ime se ka mbi 15 hadithe, thënie të profetit alayhi salatu wassalam, që flasin për mirësitë dhe për vlerat e kësaj sureje. Kush lexon surën El Kahf ditën e xumë, ajo sure i ndriçon midis dy xumave. Pra gjithçka që ka midis dy xumave. Dhe nëse do të futesh te kuptimi i ndriçon midis dy xumave, do të gjesh se dietarët ulemat e Islamit thanë, Allahu xhaleshanu i ndriçon atij vizionin, pamjen, i shikon gjërat, ditë i vlerësoj gjërat, e kupton të vërtetën nga e pavërteta dhe anasjelltas të mirën nga e keqja. Gjithashtu e ruan Allahu xhaleshanu nga fitnet edhe nga sprovat edhe nga trazirat. Kush lexon surën El Kahf ditën e xumë, i ndriçohet atij nga këmbët deri në kupën e qiellit, thot profeti alayhi salatu wasalam, dhe do t'i ndriçojë ditën e Kiametit. Nëse del Dejjali, kryemashtruesi më i madh, nuk do t'i bëj dëm atij me lejen e Allahu xhaleshanuhu. Kush lexon surën Kahf ditën e xumë, është i ruajtur nga çdo fitnë për 8 ditë, pra nga ajo ditë deri në xumën tjetër. E nëse del Dejjali, nuk i bën dëm me lejen e Allahu xhaleshanuhu. Kush lexon ose kush mëson 10 ajetet e para ose 10 ajetet e fundit të surës El Kahf, është i mbrojtur nga fitnja më e madhe që është fitnja e Dejjalit. Sa shumë kemi nevojë në situata dhe në kohë të ndryshme në jetë që të jemi të ndriçuar dhe të kuptojmë ashtu siç duhet. Që dim se ku të qëndrojmë dhe të kuptojmë ngjarjet edhe zhvillimet që ndodhin rreth nesh, por edhe të na ruaj Zoti xhaleshanuhu nga devijimet, ose nga pozicionimet e gabuara, ose nga përfshirja aty ku nuk duhet, ose nga mbështetja e dikujt që nuk meriton mbështetje, por edhe nga heshtja nëse duhet me fol, por edhe nga folmja nëse duhet me hesht. Në hadith profeti alayhi salatu wassalam, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, thot, do të vijë një kohë që do të jetë shumë mashtruese për njerëzit. Në atë kohë besohet gënjeshtari dhe përgënjeshtrohet i sinqerti. Në atë kohë do të duket sikur është besnik tradhtari dhe do të akuzohet për tradhti ai që është besnik. Subhanallahu il-azim. Dhe nëse tregon diçka ky hadith ose kjo thënie e profetit, paqja e Zotit qoftë me të, tregon që nuk do të jenë gjërat bardhëzia e qarta që të kuptohen, se po të ishte ai shkollaj, gjithë do ta kuptonin. Por do të jetë e vështirë të ndahet e vërteta nga e pavërteta.
Do t'jetë e vështirë të kuptohet sinqeriteti i atij që bën diçka. Nga ai që nuk e ka me të sinqert, sepse në fund fare që të gjithë flasin në emër të të mirës edhe në emër të të bukurës. Që të gjithë, edhe ai që është Zoti na fal, më krye mashtruesi ose më i keqi, ose njeriu më i dëmshëm, në fund fare kur flet në emër të të mirës, sikur po bën më të mirën e madhe. Edhe njeriu i mirë dhe i sinqert është e vështirë që të orientohet në tilla kohë, sepse të gjitha palët pra flasin në emër të vlerave. Pse përcaktoi profeti alayhi salatu vesselam leximin e surës El-Kahf pikërisht në ditën e Xumë? Nuk është se ka ndonjë urtësi që përmendet diku, por se Allahu e din më së miri, mbase sepse dita e Xumë është dita më e rëndësishme javës për muslimanin. Ajo është dita më e vlefshme e gjithë javës tek Allahu xhaleshanu. Dhe pikërisht sepse është dita që neve ku vendojmë gjithë së bashku, flasim dhe qajmë hallet tona dhe marrim porositë dhe këshillat e javës që na vlen neve për një javë të tërë deri në Xumën tjetër me lejen e Allahu xhaleshanuhu. Thuhet se në kohën e fundit kur të afroi dita e Dexhalit, e krye mashtruesit madh dhe manipulatorit më të madh të historisë njerëzimit, një nga sprovat më të mëdha për të cilat ka porositur dhe ka këshilluar çdo profet i Allahu xhaleshanu popullin e tij për fitnën edhe për sprovën e atyre ditëve, nuk do të flitet më për Dexhalin edhe nuk do të komunikohet asgjë, nuk do të tregohet asgjë. Kam vrarë mendjen pse. Jo se hoxha, ose teologu, ose imami ka frikë që të flasi. Nuk është kjo. Ose nuk din të flasi. Ose është bë palë me të keq. Jo, nuk është kjo. Por mbase, ajo që folet nuk kuptohet, sepse përgatitja, edhe niveli, edhe formimi i besimtarit mbase nuk është aq sa duhet që të kuptojë atë që thuhet. Ose mbase përgatitja e besimit dhe e shpirtit dhe e zemrës, mbase nuk është gati akoma që ta pranoj ose që të kuptoj atë që do të sqarohet edhe do të thuhet. Por edhe sepse realiteti do të jetë i përzier me sinqeritet edhe me pasinqeritet, edhe zeza do të përzihet me të bardhë, nuk do të jetë aq kollaj që të ndahen gjërat. Por diçka është e qartë ama, se në të gjithë kohën dhe në gjithë historinë e njerëzimit, ka njerëz cilët punojnë për djallëzinë dhe për Dexhalin, edhe për çdo gjë që është në sistemin e kryemashtruesit, ka edhe njerëz cilët arreshtohen tek e mirë, arreshtohen tek feja e Zotit dhe duan që të hesin me të paqen edhe me të mirën, e lumat atë cilët arreshtohen tek e mira në kohë trazirash. Pse profeti, paqja e Zotit qoftë me të, na porositi neve për surën Kahf. Çfarë ka kjo sure ndryshe dhe veçantë nga suret e tjera? Çfarë sekreti përmban ajo që qenë ka një suport shumë i madh që besimtarin e kthjellon në këndvështrimin e tij, në shikimin e gjërave, në pozicionimet e tij dhe në lutjen nga fitnet dhe nga trazirat e çdo lloj kohe? E janë i vëllezër të nderuar, ta shikojmë se çfarë ka kjo sure. Kjo sure ka 4 histori madhështore, ka 4 histori të bukura. E para janë djemtë e shpellës, ata cilët folën fjalën e tyre përpara zullumit dhe pastaj u larguan me fenë e tyre se s'kishin dorë të bënin diçka me rujt fenë dhe me rujt pozicionimin tek e mira. E dyta janë 2 djemtë e kopshit, 2 miq, njëri besimtar, tjetri mosbesimtar, dhe sprova e pasurisë, e para ishte sprova e besimit. Sprova e pasurisë e bëri njërin aq mendje madh edhe arrogant, saqë mohoi edhe Zotin. Ra pre e bukurisë saj dynjaj dhe pasurisë saj dynjaj, saqë e mohoi edhe Zotin. Pra sprova e pasurisë. E treta, Musai dhe Hidri alayhimus salam. Një histori e mrekullueshme ku Zoti xhaleshanu na shpalosi neve dijen e madhe të Hidrit përpara profetit Zotit Musa alayhis salam. Dhe imagjino sprova e dijes e cila përdoret për mirë, dhe në shërbim të njerëzimit. Sprova e dijes. E katërta, Dhulkarneini, sprova e pushtetit, njeriu i cili i pa dhënë Allahu xhaleshanu pushtet që sundote gjithë botën. Dhe interesant, e përdorte pushtetin e tij në shërbim të popujve dhe të njerëzisë ndaj barbarisë dhe zullumit të popullit të Jexhuxhit dhe të Maxhuxhit. Këto 4 sprova pra,
sprova e besimit, sprova e pasurisë, sprova e dijes dhe sprova e pushtetit, tek këto 4 sprova rrotullohet e gjithë jeta e njerëzimit. Rrotullohet e gjithë jeta e njerëzimit. Në çdo moment ne përballemi me një nga këto sprova ose me këto sprova. Dhe po ta mendosh tamam fiks fare, subhanallahu el-azim, këto gjëra janë edhe pikat kryesore ku edhe Dejjali krye mashtruesi do të sprovojë njerëzimin. Ai i thërret njerëzit për nadhurimin e tij, sprova e besimit, thotë unë jam Zoti juaj. Ai i sjell njerëzve shiun, siç ka thënë profeti alayhi salatu selam, ose thatësirën, ata që e mohojnë, ose i thot tokës të dalin thesaret dhe dalin thesaret prej saj. Sprova e pasurisë, që do i sprovojë njerëzit me pasuri, kush beson dhe kush nuk beson Zotin. Ai gjithashtu do të sjellë gjëra me të cilat do t'i mahnisi njerëzit, do i hutojë njerëzit. Ka një nivel dije dhe shkencë të papar, siç na tregohet neve në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Madje profeti thotë, nëse dëgjoni se në një vend është duke ardhur kur e mashtruesi Dejjali, largoni prej tij sepse është sprovë e madhe, dikush mund bie viktim. Aq manipulator i madh është. Sprova e dijes dhe e 4ta sprova e pushtetit. Nga të gjitha tekstet që flasin për këtë krye mashtrues, do të kuptosh dhe do të shohësh se ëndra e tij më e madhe dhe ambicia e tij më e madhe është të pushtojë ose që të sundoj gjithë botën me një rend të ri, i cili është totalisht i kontrolluar vetëm prej tij dhe asgjë mos pipti, as miza mos lëvizë asgjë nga kontrolli i tij. Subhanallahu el-azim. A e kishit pa në njëherë surën Kehf me këtë sy edhe me këtë kënd vështrim? I qofshim falë Allahu xhaleshanuhu për mirësitë edhe për begatit që na i zbriti neve në Kur'anin famlar. O Zoti ynë, ty të lutemi ja Allah, orientoj zemrat tona ja Allah për tek e mira dhe na ruaj neve nga e keqja dhe nga sprovat. Amin. Shkaku i zbritjes surës El-Kehf, siç tregohet në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, kanë dërguar kurejshitët 2 vetë, Ukbe ibn Abi Muajt dhe një tjetër, tek rabinët e Medinës dhe i kanë thënë, juve jeni të dishëm dhe dini nga dija e shpalljeve hynore. Na jepni disa pyetje që neve t'ja bëjmë Muhamedit dhe ta nxjerrim blof që nuk është profet i Allahut. Ca pyetje që nuk mund t'i di vetëm se dikush që ka lidhje me qiellin, pra me Allahun xhaleshanu, me Zotin e vërtetë. Dhe i thonë, pyete për disa djemë të cilët kanë hikur me besimin e tyre, pra për banorët e shpellës. Pyete për një person që ka pas pushtetin më të madh në histori dhe lëvizte nga lindja në perëndim, ja pat mundsu Allahu xhaleshanu e shkelte të gjithë botën lindje perëndim. Dhe i thon pyete edhe për shpirtin. E nëse do të përgjigjet, dijeni se është profeti i Zotit. Sa askush tjetër përveç profetëve të Zotit nuk jep përgjigje për këto pyetje. Kur shkojnë tek profeti alayhi salatu wassalam, i thon, neve të pyesim ty o Muhammed për 3 pyetje dhe do të besojmë nëse na përgjigjesh. I thot profeti alayhi salatu wassalam nga dëshira e mirë, duke qenë edhe i sigurt tek Allahu xhaleshanuhu dhe beson të Zotin me shpirt, ai kishte lidhjen drejt për drejt, i vinte Xhibrili subhanallahu. O ishte ai sigurt dhe o kishte ai siguri tek Allahu xhaleshanuhu, askush tjetër, dhe nga dëshira e mirë thot, po thot, nesër do t'ju përgjigjem, nesër ju kthej përgjigje. E Allahu xhaleshanu sprovon profetin alayhi salatu wassalam. 15 net nuk i vjen përgjigje, as një përgjigje prej Zotit. Imagjino se si filluan banorët e Mekës duke fol, e kurejshitët duke u tallë, se thanë ja ky ngeli, nuk është më profet ky. Ja, doli blof. E kjo është më vete një argument prej argumenteve të Allahut, se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam me shpirt e me zemër e dumt kishte qenë, o Zot na fal mashtrues, që të nesërmen direkt do jepte përgjigje. Por sa ishte i kufizuar tek Zoti i tij, e Allahu xhaleshanu e mëson Muhamedit, paqja e Zotit qoftë me te, po mëson edhe gjithë ummetin dhe i thot wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah. Nëse do të bësh diçka, mësuj unë do ta bëj nesër atë, dash Allahu xhaleshanu, inshallah, dash Zoti do ta bëj nesër. Kush je ti që t'japësh ti përgjigje dhe thush unë do të sjell nesër përgjigje? Kush je ti i dërguar i Allahut? Është Zoti mbi gjithçka. E Allahu xhaleshanu jep përgjigje për të gjitha tek surja Kehf dhe vërtetohet profecia e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, ndahet e vërteta nga e pavërteta. Subhanallahil azim.
Këto 4 sprova të surës El-Kehf që i thamë ne, që ta mbyllim fjalën tonë. Sprova e besimit, po të shikosh tek ajetet, tek historia e parë, Zoti Xheleshanu thotë: Rabbena atina min ledunke rahme. Ato djemt luteshin: o Zot, na dhuro mëshirë prej teje. Gjithashtu, fa'u ila al-kahfi, i thoshte Allahu Xheleshanu inspironte: shkoni për te shpella, yanshu lakum rabbukum min rahmetih. Zoti t'ju japi prej mëshirës tij. Tek historia tjetër që ishte historia e dijes, sprova e dijes midis Musës dhe Hidrit. Khajrën minhu zakaten wa aqraba ruhma, Zoti dëshiron duke i marrë një fëmijë dikujt dhe t'i japi një fëmijë tjetër që t'i japi për mëshirës tij, sepse ai nuk do të bëjë i saktë dhe i hajrit, e do të rishte dhe familjen e tij tek e keqja. Ndërsa në ajetin tjetër thotë tek fëmijët jetim që ishte çështja e thesarit poshtë murit, wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dhe ta nxjerrin thesarin kohën e duhur si mëshirë prej Zotit tënd. Ndërsa tek historia e Dhulkarneinit, Allahu Xheleshanu thot, kur Dhulkarneini ndihmoi të gjithë banorët e botës ndaj popullit zullumqar, Yexhuj Maxhuxhit, dhe i shpëtoi nga një e keqe shumë e madhe, nga barbaria e tyre, qala hadha rahmatun min rabbi, tha kjo është mirësi dhe mëshirë prej Zotit tim. 3 histori Allahu Xheleshanu ka përmendur mëshirën e tij që përfunduan me sukses dhe shërbim ndaj njerëzimit dhe të mirës. Ndërsa e vetmja histori ku nuk përmendet mëshira ishte historia të dikush i cili u bë mendje madh me suksesin që i pati dhënë Allahu Xheleshanu dhe mohoi Zotin. E Allahu Xheleshanu e dënoi, dha dënim, subhanallahu, si thuhet një histori, e humbi mirësinë që kishte e nuk përmendet mëshira fare. Pse? Sikur don na thot neve Allahu Xheleshanu që çdo punë, çdo vepër e madhe, ti që do me bëu diçka, nëse kërkon suksesin, ai është për të mëshira e Allahu Xheleshanu. Nëse don suksesin, mbështetu tek Zoti dhe mos thuaj nesër do të bëj, por dashur Allahu Xheleshanu me Zotin para. Nëse jam i sinqert dhe nëse jam i mirë, me lejen e Allahu Xheleshanu nesër do të bëj diçka me lejen e Zotit. Vëllezër e mi dhe motra muslimane, e lut Allahun Xheleshanu na udhëzoj zemrat tona tek e vërteta. E lut Allahun Xheleshanu të na tregoj të vërtetën, të vërtetë dhe të mirën, të mirë, dhe neve të na mundsoj ndjekjen dhe pasimin e saj. E lut Allahun Xheleshanu që të na tregoj të keqen edhe të pavërtetën ashtu siç janë, dhe neve të na mundsoj të largohemi totalisht prej saj. E lut Allahun Xheleshanu që nëse don me sprovon dikë ose një popull, mos na bëj neve për atyre cilë përfshihen në sprova dhe në trazira, nëse Zoti don me na ruajt me përkujdesjen e tij. O Allah, na përdor për mirë, për familjet tona, për vendin tonë ja Allah, për fen tonë, për fëmijët tanë ja Allah. Amin, amin. O Zot, ty të lutemi ja Allah. Dikush që ka kërkuar lutje për atyre që kanë shku nga kjo jetë për një jetën tjetër, o Allah mëshiroje. O Zot, dikush që ka kërkuar lutje, ja Allah, që janë smur dhe janë në hall dhe në siklet, ja Allah, jepi shërim dhe jepi zgjidhje. Ti je shëruesi dhe ti je ai që ke në dorë gjithçka, ja Allah. O Zot, të lutemi, shëroj zemrat tona me Kur'an, orientoj zemrat tona, na fal, ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.